Jo, kanë vlerë shumë ato, e para njëherë, nuk është tamam ajo që thoni ju, lista e mbyllur nuk përjashton ata që morën më shumë, mund të ndodhë, por në qoftë se ndodhë në Tiranë, nuk ndodhë në qarqet tjera, pra, unë gjykoj se vlera e pare madhe e primareve është të bësh një listë të hapur dhe transparente. Kjo është vlera, por vlerë e jashtëzakonshme. Dhe ju garantoj 100 herë më e mirë se lista që mund të formuloja unë me bashkëpunëtorët e mi, pa pyet njeri, hiq këte dhe atë pas kriterëve subjektive, por dhe objektive. Kështu që në këta aspekt ajo shërben shumë si orientues, si kriter. Pastaj, thash njërë, aty nërhynë përcaktime statutore. Ato do respektohen, kuotat për gruan dhe rinin do respektohen, pa ato nuk mund të ecë, nuk mund dalë lista. Nuk u bë me eliminim, si që bërë njerë këto primare që... Burdo? Po, jo, nuk u bë, aji nuk ishte model, aji ishte model i kryetarit, aji nuk shërben. Urdo, ja ku i keni, ka qenë vendimi që të publikojnë të dhanat, të gjitha, si që janë,